Le të flasim për diçka që ndodh në çdo zyrë. Përtej afateve, përtej takimeve, ekzistojnë sa rryma të padukshme. Janë ato ndjenjat dhe paragjykimet që po t'i lësh mund ta helmojnë komplet një ekip. Dhe sot do të hedhim dritë me njërin prej tyre, ndoshta më tinxaren dhe më shkatërruese nga të gjitha, Zilin. Kjo është një pyetje e vështirë, apo jo? Sepse mendojeni pak, për atë që ka sukses, situata bëhet si të ecësh mbi lëvosh gavezësh. Ndërsa për atë që e shes suksesin nga jashtë, mund të ndihet si një fyrje personale. E po, pikërisht kjo dinamike e komplikuar është ajo që do të zbërthejmë sot. Dhe në rrënjë të gjithë këtij kërcënimi, qëndron një emocion në dukje i thjesht, por jashtëzakonisht toksik. Po flasim për Zilin. Okej, le ta zbërthejmë pak më thellë se ç'do thotë kjo. Kjo nuk është thjesht, unë ndjeva pak keq që dikush tjetër pati sukses. Jo, është diçka më e thellë. Është ai momenti kur turi ynë fillon ta rishkruaj komplet historinë, vetëm e vetëm që ai sukses të duket i pamerituar. Pa pritmës, puma e palodhur e tjetrit kthehet në thjesht fat. Strategjia e zgjuar, ajo bëhet mashtrim. Dhe ky dëm përhapet si një helm i vërtet në venat e ekipit. Një raport negativ i egzageruar nuk është thjesht një thashthemi i pafajshëm, absolutisht jo. Është një sulm i drejt për drejt ndaj reputacionit të dikujt. E dini çfarë ndodh pastaj? Besimi thyet, bashkëpunimi vdes dhe në fund vuani gjithë ekipi. Kjo nuk është më një çështje personale, ky është një helm për gjithë organizatën. Mirë, mjaft me teori. Si duket kjo në jetën reale, në një zyrë si e jona. Le të zhytemi tani në një histori konkrete. Një akuzë për sabotazh, një akuzë që do të vërë në provë absolutisht gjithçka. Në skenën tonë kemi 3 personazhe kryesore. I pari është Joni. Punojësi i ri, ai ylli në ngjitje që po i thyen të gjitha pritshmëritë. Pastaj kemi Arditën, kolegen me më shumë eksperiencë, performanca e së cilës papritur duket thjesht mesatare kur krahasohet me Jonin. Dhe së fundi, Klara, profesionistja e burimeve njerëzore. Ajo është hetuesja, e cila sapo ka marrë në email një ankesë që ka potencialin të ndryshojë përgjithmonë karrierën e dy të parëve. Dhe këtu bie bomba. Shikoni, kjo nuk është një thashethemi për shpëritur tek makineria e kafes. Jo, ky është një email zyrtar, i ftohtë, i dokumentuar, i dërguar direkt te burimet njerëzore, dhe pretendimi brenda tij është i prerë dhe absolutisht shkatrues. Joni ka manipuluar raportet për përfitime personale. Me një akuzë kaq shpërthyese në tavolinë, i gjithë presioni tani bie mbi Klaran. Detyra e saj të gjejë të vërtetën, të gjej faktet brenda një rrete të tërë emocionesh, perceptimesh dhe pretendimesh. Hetimi sapo ka filluar. Por Klara nuk vepron kuturu, nuk luan me amendje. Ajo ka një protokoll, një plan të sakt. Hapi parë, interviston të akuzuarin, Jonin. Hapi dytë, lë më njanë fjanët dhe zbrete faktet, të dhënat e papërpunuara. Hapi tretë, flet me kolegët, me dëshmitarët, dhe vetëm në fund, pasi ka bërë gjithë këtë, vjen hapi i katërt. Ajo analizon motivin. Ajo bën pyetjen më të rëndësishme nga të gjitha. Pse? Pse u bë kjo akuzë në radhë të parë? Kur e thrasi në zyrën e burimeve njerëzore, Joni nuk vjen me justifikime. Jo, ai vjen me dosje. Me qetësi të plotë, ai paraqet çdo raport, çdo metodologji, çdo fushat. Ai po tregon bardhëzi se çdo fitore e tij ishte dokumentuar dhe plotësisht transparente. Në thelb, ai po lufton perceptimin me prova të pakundërshtueshme. Dhe pikërisht atëherë, ndërsa analizon të dhënat e ftofta të sistemit, Klara gjen provën kyçe. Prova vendimtare. Kujtojmë, Ardita pretendoi se Joni kishte manipuluar rezultatet, por realiteti ishte se Joni jo vetëm i kishte arritur objektivat e tij, por i kishte shpartalluar ato. Rezultati i tij ishte 140%. Një numër, një fakt, dhe ky numër thjesht nuk gënjen. Goditja e fundit, gozhda e fundit në arkivolinë e kësaj akuze vjen nga vetë ekipi. Njëri pas tjetrit kolegët konfirmojnë të njëjtën histori. Po, suksesi i Jonit është i jashtëzakonshëm. Po, është fituar me punë të palodhur dhe orë të gjata. Askush, absolutisht askush tjetër nuk pa ndonjë gjyrë mashtrimi. Dhe papritmas, ankesa e Arditës nuk duket më si një shqetësim legjitim. Duket thjesht si një zë i vetmuar në shkretëtir. Pra, me të gjitha provat e mbledhura, me të gjithë dëshmitarët e intervistuar, fotografia bët kristale qartë. Ka ardhur momenti i zvërtetës. Dhe kjo tabel e përmbledh fare shkurt thelbin e gjithë problemit. Në njërën anë kemi perceptimin e Arditës, një histori e tërë, e ndërtuar dhe ushqyer nga zilia. Në anën tjetër kemi realitetin objektiv, të ftohtë, të mbështetur nga të dhëna, nga fakte, nga dëshmi. Dhe hendeku mes tyre të dyja,
është absolut. Por shikoni, kjo histori nuk është thjesht për Jonin dhe Arditën. Ky është një rast studimor, një paralajmërim për çdo ekip në çdo kompani. Pyetja shtrohet, çfarë mësojmë ne nga kjo? Si mund ta parandalojmë që një situatë e tillë të ndodhë edhe në vendin tonë të punës? Atëherë, si e çmontojmë këtë bombë me sahat? Mbrojtja më e mirë, si gjithmonë, është një sistem i fortë. Kur ekzistojnë procedura të qarta, transparente, kur fokusi është te provat objektive dhe jo te perceptimet emocionale, pikërisht atëherë zilia e humbet gjithë fuqinë e saj. Nuk bëhet fjalë për të eliminuar ndjenjat, kjo është e pamundur. Bëhet fjalë për të ndërtuar një kulturë ku faktet flasin gjithmonë më fort se ndjenjat. Dhe e gjithë kjo analizë na lë me një pyetje finale, një pyetje thelbësore. Rasti i Jonit fatmirësisht u zgjidh fal një hetimi të mirëfillt, por sfida e madhe mbetet. Si ti mbrojmë punonjësit e pafajshëm kur në lojë hyn paragjykime të fshehura, si zilia. Kjo është ndoshta një nga detyrat më të vështira, por edhe më të rëndësishme për çdo lider dhe çdo organizatë.